fjalët që duhet t'ia thot të birit. Në fakt, një nën nuk duhet t'i thot këto fjalë, por situata në jetën e saj ka ardhur e tillë sa që është e detyruar edhe t'i thot këto fjalë. Biri im, thot, po ta shkruaj këtë letër me duar që më dridhen dhe me zemrën që më dhëmb, më shumë se fjalët që mund të shkruaj. Nuk e di nëse do të kesh forcën ta dëgjosh deri në fund këtë letër. Nuk e di nëse vërtet mua do të më kuptosh. Por sot, pas kaq shumë ditësh, heshtjesh, lotësh dhe dhimbjesh, nuk mund të ri më pa të thënë atë që unë e kam mbajtur brënda vetes. Unë jam nëna jote.